Evropa ka ngelur një Evropë e vogël në krahasim me këto superfuqi të mëdha, në krahasim me Kinën, në krahasim me Federatën Ruse, e cila ka një oreks shumë të madh për të zgjeruar kufit dhe që kërkon të rivijë në kufit e dikushme të Bashkimit Sovjetik. Kështu që në këtë kuadër, kjo Evropë humaniste, kjo Evropë e idealeve të pastra, të shoqërive progresive, të së drejtës, të shtetit pluralist e tjerë, mendon gjithmonë që t'i bëj ballë kësaj furie. Ne kërcënojmë sot, dhe prandaj është edhe detyra e Evropës, mendoj, që pikërisht në këtë kuadër, në këtë lloj atmosfere të ndeshjeve, në prag të ndeshjeve të mëdha, duhet që gjithë Evropën e Juglindore, domethënë Ballkanin perëndimor, ta integrojë sa më shpejt në gjirin e vet, sepse kështu Evropa do të bëhet më e madhe demografikisht, gjeografikisht, në pikpamjen e resurseve toksore e tjera.